birë dhe përmend edhe zotin Faribaldiu që po prap të hyre si familje i ngeli mendja tek ushqimi. Këtu një qytetar i interesuar për politikën, ka se çfarë shikoj si element në një programi, apo kjo është një bullizim dhe një tallje që i bëhet gjithë qytetarëve, qoftë nga njëri, qoftë nga tjetri? Është e padiskutueshme që është një tallje, qytetarët presin që politika në 30 vite, 35 vite të ishte maturuar mjaftueshëm për të sjellë seriozisht me opinionin publik, me votuesin, edhe programet ishin më konkrete. Problemi i Partisë Demokratike është që po premton, po vjen me premtime si komunistët në 44 që thonin do ha me Luk Floriri, apo si Berisha në 92-shin që do sillte çekun e bardh edhe do kënaqeshin gjithë me para, apo si Rapush Xhaferi që solli lekë të gjyshit nga Amerika në 96-ën e kështu me radhë. Nuk e kuptoj, domethënë, por nuk besoj, në një farë mënyrë ajo shpjegon edhe atë politikën, si thuash, atë parimin e PD-s që për ta jeta si duket është vetëm ha edhe dhitë edhe këtu mbaron cikli. Unë besoj që Balliu është këshilluar keq dhe nuk është video pari që nxjerr kaq qesharak, ka pas një video më përpara ku përpiqej tregonte një barsalet se një qytetar po shiste ca hotele në rrugë, vajti njëri, domethënë ca fantazira të çuditshme që nuk i bëjnë der një figure, duam apo s'duam ne, po ka marrë mandate nga mandatën Parlamentin e Shqipërisë edhe ka qenë dhe një zë në protestën e Astirit. Në vend që nxirrte video për shembull nga protesta dhe se si ka pasur impakt, se kuptoj pse përfundon tek minuta ushqimit. Po sigurisht për ky është problemi që këto nuk bëjnë një bilancë luftës së tyre në opozit, sepse në thelb kauzat i kanë të humbura, kauzat i kanë braktisur apo i kanë humbur, por nga ana tjetër është tepër fryese të thuar qytetarëve që kur të fitojnë ne do hani më mirë. Unë nuk di si ta shpjegoj me fjalë tjera për se çfarë thash, nuk e imagjinoj dot, domethënë. Nuk e di. Po postimin e zonjës Kryemadhi, e cila i drejtoi Ilir Metës si Ilir Metaj me jë në fund, edhe dilte me një tort madhe dhe i thoshte të prese me padurim sepse ti në zgjedhjet e 12 maj do të triumfosh, do jesh njëri i cili do dalë me shumë vota dhe do dalë edhe nga burgu. Është ironik apo ka qenë realisht dëshira saj? Jo, është dëshira saj. Dëgjoj, vetëm këto zgjedhje surprizë do të kenë vetëm emrin e Ilir Metës, në kuptimin e kësaj që Ilir Meta ka dalë qëllimisht në listën e hapur për të marrë vota preferenciale për emrin e tij dhe për të treguar një mbështetje, pra për të thënë që ja, mua më duan 20.000, 30.000, 40.000 qytetar. Problemi i mbiemrit që i përmend Kryemadhi është detyruar të referohet me emrin zyrtarisht që ka tashmë, sepse ai ka probleme me drejtësinë edhe nuk duhet ta ngatarrojnë më a është me jo apo është pa jo. Sigurisht që dëshira Kryemadhit është që bashorti i saj të kthehet në politikë edhe të mbyll problemet me drejtësinë. Askush nuk ka besuar deri më sot atë fabulën e divorcit, pra se ka një divorc serioz mes të dyve, duke qenë se skema e divorcit dështoi për të penguar procesin hetimor edhe për të frenuar gjyqet, atëherë janë prap do dalin në origjinë dhe do e pranojnë gradualisht bashkëpunimin edhe gjithçka që kanë bashk, si politika ashtu dhe në familje, por nga ana tjetër unë kam dyshimet e mia që mandati i Metës ose mund mos merret fare, pra ose do ketë një vendim gjykate para zgjedhjeve 12 majit, ose do ketë të 11 majit, ose do ketë një vendim të mëpatshëm i cili do ndërpres mandatin në mes. Pyetja e fundit. Dëshimin kam patur dhe për Berishën dhe për Metën, për gjithë ata që kanë procese gjyqësore të hapura, sepse po të keni parasysh deklaratën e Aleksandr Kasanov që erdhi në janar 5 vjetorin e SPAK-ut, ai tha që SBA-t nuk duan njerëz që kanë probleme me korrupsionin dhe me ligjin, nuk duan të shohin nëpër lista. Për aq kohë sa këto guxuan dhe hynë nëpër lista pas sqaruar problemet që kanë me ligjin, mendoj që SBA dhe organet e reformuara të drejtësisë reformuar do t'i pengojnë karrierën politike.
E qartë Ardit, pyetja ime e fundit për ty ka të bëjë me partitë e reja, siç është Partia Mundësia e zotit Çejaj, Lëvizja Bashkë e zotit Arlind Qori dhe Lëvizja Shqipëria bëhet ose Nisma Shqipëria bëhet e zotit Adriatik Lapaj. Si të duket fushata që realizojnë këto partitë të reja dhe pritshmëritë e tyre në raport me votën elektorale? Në rastin e unë po ndaj një opinion personal, domethënë për arsyen që nuk po e mendoja kohët e fundit. Në rastin e zotit Çejaj ne kemi të bëjmë me një individ i cili nuk ja njohim strukturën dhe nuk promovon asnjë figurë tjetër brenda partisë së tij dhe duket sikur ka një betejë me Partinë Demokratike për të marrë një mandat personal dhe për t'i treguar Berishës që unë arrit të zgjidhem deputet, i kam votat, i kam parat për të bërë fushatën e të gjitha me radhë. Pra është si një krashellik ndaj Partisë Demokratike. Dhe sigurisht që çfarë do lloj mandati nxjerrë zoti Çejaj, prap do përplaset tek Partia Demokratike dhe do bëhet pjesë e saj, sepse as e ka mohuar, as nuk ka krijuar ndonjë konflikt publik me Sali Berishën. Zoti Qori nga ana tjetër shohim që ka një listë me njerëz të panjohur, ka vend të parë në Tiranë një personazh duke dalë veti i dyti dhe kjo taktikisht është e gabuar për një parti të vogël. Unë e kuptoj që do të frymëzoj partinë ose njerëzit për të thënë që do marrim 2 mandate, prandaj unë jam i dyti. Por nga ana tjetër, në një parti që eksperimenton për herë të parë, nuk ka vend për të tilla formula. Ndërsa sa i përket Nismës Shqipëria bëhet, unë shoh një opozitë reale të vetme që ndoshta mund zëvendësoj edhe opozitën e Sali Berishës dhe të opozitën tradicionale në Shqipëri. Për arsye sepse ata thonë që ne nuk bëjmë kompromis me asnjë parti, as para dhe as pas zgjedhjeve, ka vendosur disa filtra ku nuk pranojnë njerëz që kanë mbajtur pozicione të larta në administratën e Ramës ose të Berishës, dhe është i vetmi subjekt i cili shprehet hapur pro spakut dhe nuk kërkon as atë që thotë Rama që ta reformojmë, ta rishikojmë, as atë që thotë Berisha ta shkrim, por i qëndron konsistent qëndrimit të partnerëve dhe funksionimit të spakut.